Vim te kombinatit e gara. Si të kanë pritur, sepse ti je kandidat për deputet, po je edhe ministër. Si i takon njerëzit? Çfarë kërkon aty? Si janë biseda? Sepse për të pritur vërtet vjen nga lart, vjen nga qeveria. Si të presin kombinat? Mua më kujtohet kur kam marrë prerë të parë në Tiranë. Jo prerë të parë që shikoja Tiranën, se kam pasur strigyshe këtu, po kur erdha në shkollë, që bëja shkollën e mesme, dëgjova një fjalë, do ikim në Tiranë. Thash, më fal ti, a je nga banori i kombinat? Po si do ikish Tiranë? Jo, tha do ikin Tiranë. Domethënë, banorët e kombinatin 82% thoshin do ikin Tiranë. Ne i themi sot qyteti brenda kryeqytetit, ai është praktikisht një qytet. Unë kam bërë dhe një podcast, ju e përmendet vetë vlerën e tyre, pra unë kam përmendur në këtë term që është një qytet brenda kryeqytetit dhe këtë e kemi si kombinati, si leitmotiv. Shumë e bukur kjo. Dhe podcasti quhet Ju flet kombinati, është një podcast i cili në një farë mënyrë targon përgjegjësinë time në këtë rast, dedikimin tim me zonën, emrin tjetër, sepse po pra dhe këtë e kam bërë edhe në një mënyrë të qëllim pozitive, në kuptimin që pa në një prapa mendim të themi vetëm taktik politike, po e kam bërë sepse ata kanë patur një historik ku një pjesë e drejtuesve politik, për arsye të ndryshme, janë caktuar në zona më të vështira, me njerëz apo kanë fituar zgjedhjet, nuk kanë pasur mundësi të vijojnë kontributin në këtë zonë. Ka një, si më thënë, merak zona, se mos prap drejtuesi politik që mund dalin nga zona, gjithmonë nëse do vot besohem. Do mund të jetë një lloj orientimi. Mjaftueshëm nga kombinati, ashtu siç duhet, që të quhem që jam së pari deputeti i kombinatit. Ka një merak nga zona se mos drejtuesi politik për hir të vendimeve të partisë, qeverisë po themi, shkon në një zonë tjetër dhe pastaj ikën prap edhe blendi. Që unë do paktën sa më takon mua, sa më takon si themi si ministër, si drejtues politik i asaj njësie, e kam bërë të qartë që sa banor ka? Jam aty për aty janë rreth 72.000 banor, tani që flasim. Ka pasur momente që ka qenë dhe më lart, kombinati ka humbur banor edhe për shkak të krijimit të njësie të re, njësisë 14, që është Astiri për krah, kështu që tani një hartë e re e njësie të re merr nga pjesa tjetër. Merr çdo muaj banor, sepse sa herë që regjistrohen dhe bëjnë procedurat për ID dhe për pasaporta, për shembull, për ata automatikisht kalojnë në njësinë tjetër dhe ka një rënje për rreth 5.000 banorësh nga zgjedhjet e vitit 2021 në këtë numër që unë i thash, por është një qytet praktikisht dhe po të mendojmë dhe potencialin që ka, unë e shoh që shumë shpejt do jetë një zonë me rreth 100.000 banor. 100.000 banor? Sepse ka shumë plane Rruga e re? Ka shumë plane të reja, ka ndërtime. Pra ta që në ndjekin, çfarë ka projekt? Vetëm pallatet e reja që aty janë ndërtuar, për shembull në një blok mund të shikosh që kanë ardhur 2.000 familje në 2 vjet. Pra shtimi në numër do jetë shumë i shpejt, edhe me blloqet e reja që do ndërtohen, dhe nuk flas për ndërtimin, por për blloqe private që ndërtohen. Shtimi në numër, pra është shumë potencial i zonë sepse është shumë afër kryeqytetit, është shumë afër gjithë akseve, është afër Unazës, shumë afër rrugës Kavajës, po themi me njëherë në Tiranë, është shumë afër Unazës që del në dy krah, do jetë shumë afër rrugës së re që do të kalojë nga Kashari për në korridorin blu, edhe atje do ketë një dalje shumë të shpejtë për dalë në të gjitha veri jug, natyrisht do lidhet me një rrethotullim. Rruga e re që po bëhet, që është kombinat Plepa që kalon pra nga Ndroqi, edhe ajo do japi shumë akses më të shpejt zonës, edhe zona në përgjithësi ka potencial shumë të lartë, edhe elitar për pjesën po themi të Kodrave dhe Peza e Ndroqi, gjithoj do ketë me sigurim kërkesë më të lartë për vila e për zona e fshatra që do jenë të ndërtuara, si aty që kemi parë sot kudo në Lundër, në Farke, në Mullete, në Petrele, në këto, dhe andej do ketë shumë të tilla. Por pjesa e kombinatit, pjesa urbane e kombinatit, me siguri edhe me planin e ri që ne do kemi, që do jetë, si me thënë, një rigjenerim total urban, i pjesës së vjetër industriale, i pjesës fabrikave, ish kombinati. Çfarë do bëhet aty? Do jetë është një plan i madh i miratuar tashmë. Prioritet është rindërtimi, pjesa e blloqeve të rindërtimit ku ka pasur shpronësime dhe ku ka një plan të Bashkisë Tiranë dhe ku ka një pjesë të pallateve që i dedikohen familjeve që me short apo për kompensim nga shpronësimi marrin apartamente. Ky projekt do të vijojë, nga ana tjetër ne do të futemi shumë fort me enti kombëtar të banesave, edhe me duke thënë që në zonën e kombinatit, ku ishte dikur kombinati tekstilëve, do ndërtohen pallate. Do ndërtohet gjithçka, do jetë një rigjenerim total urban.
objekte sociale, objekte shkollore, do të ketë objekte të shërbimeve shëndetësore, do ketë natyrisht objekte deri dhe fetare, do ketë natyrisht rezidenca, do ketë qendër tregtare, do ketë qendër sociale, do ketë qendër sportesh, rekreacioni, do jetë një qytet i ri. Pra ky qytet i ri në pjesën, themi, e rrugës siç e njohim rrugës Kombinatit, për nga në drejtimin e rrugës Durrësit ose të Astirit, po themi gjithë kjo zona këtej do jetë një zonë e cila në vizionin jo dhe në vizion, por në planet të afërta, e gjithë kjo zonë, Astiri, deri dhe Kashari, pra e gjithë kjo fet, të themi, e kryeqytetit, atje do të menaxhohet, besojmë, në një koncept, me një urbanizim të ri, i cili do duhet të jetë pastaj shumë ndërveprues me njëri tjetrin. Në fund kjo mbyllet me zonën e lirë ekonomike në Prush, që është Teda Tirana, ku parashikojmë rreth 5.000 deri në 7.000 vende pune shumë cilësore, kanë filluar lidhjet e kontratave, po mbaron infrastruktura. Pra e gjithë kjo zonë do duhet që të mendoj, po krijoj një pol i ri, është një pol shumë i madh, shumë i rëndësishëm për qytetin në kuptimin ekonomik, social, kulturor, po ashtu në aktivitetin që bëm në Kino Studio e lidhëm me atë që është linja e vjetër kombinat Kino Studio, siç e mbaj mend, dhe kjo tani do kthehet në një linjë të re urbane, kulturore, artistike, një kombinat Kino Studio i cili është, nëse e marrim në mënyrë imagjinare, një linjë me shumë stacione, me shumë qendra ku ne do ndalojmë rrugës, do kalojmë edhe në qendër qytetit, do shkojmë në Kino Studio dhe do kthehemi në kombinat. Kjo do bëjë që dy polet, pra kombinati Kino Studio, të rriten shumë kulturalisht, edhe me kombi artin këtej, edhe me hangartin atje, edhe me një zonë të Tirana Art District në kombinat, edhe me zona Tirana Art District do jenë në zonën tjetër, kemi edhe të autotraktorët plane për zona për rezidencë artistike, bashkë me plane që ka atje për kajon, për industrinë ushtarake dhe për industrinë automotive, do ketë edhe zona cilat do i dedikohen nga një anë blloqeve të strehimit social, nga ana tjetër do i dedikohen edhe distrikteve të artit apo përmirësimit të distrikteve tregtare dhe artistike dhe kulturore. Gjithë kjo tani prek një plan më të madh, që është një plan që me siguri ka të bëjë me gjithë kryeqytetin, me gjithë periferitë e tij, me idenë që nuk mund të imagjinojmë dot një metropol të zhvilluar apo modern, në rast se do ta garantonim këtë vetëm në qendër. Ne duhet të dalim, nuk është më si themi, nuk është e gjithë periferia njësoj, kemi një pjesë periferisë e cila mund të jetë për shkak të relievit, dhe për shkak të gjelbrimit, dhe për shkak të llojit dhe mënyrës se si do të ketë zhvillim, do të jetë më elitare nga pikpamja e ndërtimeve, do të ketë si më thënë koeficient dhe intensitet më të ulët ndërtimi. Këtu jemi duke folur tani për Saukun deri në zonat e Farkës, po themi, dhe zonat e Petrelës. Dhe sa shumë Tirana e gjithë kështu? Ndërsa pjesa tjetër, që është pjesa e periferive urbane, pra suburbi i kryeqytetit, me siguri do ketë zhvillime më intensive, po do duhet që këtu të kuptojmë që jeta në këto zona duhet zhvillohet, të themi, në 15 minuta nga vendi ku jeton. Të gjitha gjërat duhet jenë atje. Kujdesi shëndetësor, shkollat, mund të ndërtosh një grup pallatesh, por kur ka shkollë, kur nuk ka... Të gjitha, rrethet artistike, kinemaja, teatri, libraria, biblioteka, të gjitha këto duhet jenë afër. Si kanë pritur këto projekte kur ja keni thënë në kombinat banorëve dhe atyre gjatë takimeve që ju keni pasur? Kombinati është, si më thënë, ka disa vite që pret. Dhe kjo pritje në një aspekt caktuar do vi për mirë, sepse do vi me një plan dhe me një investim shumë të përqendruar, i cili do të jetë shumë organik me gjithë kontekstin aty. Nuk do të kemi harxuar para për të bërë arna, dhe është më mirë nga ky aspekt nga pikpamja ekonomike. Do të ndërtohet çdo gjë e re nga e para. Do të ketë zona që do të jenë, të themi, që do të ribëhen nga e para, por do të ketë një ndërtim të një niveli të një qyteti të vërtetë. Kemi parë të zhvillime dikur në Milano, i kemi parë në zona edhe në Francë, edhe në Paris. Pra do ketë dhe vende ku do rikonceptohet komplet peizazhi urban. Ama do ruajmë shumë të vjetrën, do ruajmë shumë edhe pjesën e qendrës së Sheshit Garibaldi, do duhet të ruajmë pedonalen, do duhet të kthejmë kombinatit qetësinë, pastërtinë në qendër. Po varrezat krijojnë një lloj problemi me këtë zhvillim kaq të madh? Ato në rast se do të administrohen siç duhet, janë një pjesë e historisë së zonës. Jo, sigurisht, po nga që është rritur, do ketë natyrisht që Tirana do të ketë plane të reja. Unë këtu nuk mund të flas tani për gjithë planet që mund të ketë Tirana si kryeqytet, por me siguri që Tirana nuk mund të mbështetet dot vetëm në tufin edhe në shar për nevojat e veta funerale. Pra me siguri do duhet të ketë tutje, ka plane, ka akte,
ka me sa di unë miratime, edhe lejesh, edhe licencash, edhe për zhvillime private, po edhe për zona ku do ketë, ku ka për shumë zona me siguri nga Kamza dhe nga Veriu, do duhet ketë se s'bën një zonë të vetëm ku do duhet... Ku transmetohet podcasti juaj? Në Facebook edhe në kanalin ton në YouTube. Në YouTube. Që është ju flet kombinate. E ndjekin, do të si e kanë, si është kjo rësia, si? Se keni marrë Edi Manushin atje? Po, e mora një ditë edhe... Se ish kombinat? Po, edhe... Edhe një futbollist mos ka bëj? Edhe Afrim Tolem. Afrim Tolem, po. Ka shumë raste që ka artist, ka... A e mirë pasere? Po, kemi... Do të banorët kombinat. Kemi 2-3 podcaste që inqizojmë në javë dhe kërkesat janë për 10-15. Shumë interesant e ka. Unë nuk di që të ketë një kandidat tjetër, një lloj, po themi, një teknik të tillë. Ndoshta ka pas në një dëshirë, po ja kemi djegur si risi, kështu që e bëm ne për herë të parë, tani s'kam parë. Jo, me sa di unë, Jorita Tabaku e PD-s është ajo që po hap podcastin e parë. Okej. Nga PD-ja. Këte nga krau jonë e hapa unë, kështu që jemi ne të parë. Blendi Gonxhe është, ju gjithmonë jeni shkruar për kreativitet. Zoti Gonxhe, si është t'jesh në këtë politikën, t'jesh ministër? Ti do unë thashë, ju keni qenë gjithmonë atë natyrën teknike, keni ruajtur profilin tuaj teknik, kreativ, do thënë edhe në atë të parqeve dhe rekreacionit, keni unë e konsumoj shumë atë natyrën dhe knaqem, aty është dora juaj. Si të rri ky kostum i ministrit? Se kisha provuar ndonjëherë, kam qenë her pas here në jetë në pozicione të rëndësishme, dikur shef kabineti ministrinë e kulturës, siç u thash, dikur në kryetari i bashkisë, pastaj kam qenë drejtor në disa pozicione. Ashtu si kundër me shumë krenari, ndjehem mirë që sa herë nuk kam qenë në këto pozicione shtetërore, kur kam qenë në botën time, në jetën time private, kam udhëhequr projektet e mia private dhe kanë dalë mirë, në kuptimin që kjo t'jep ndonjëherë dhe një lloj reference për veten që mund t'ja dalësh edhe jo vetëm drejtor dhe ministër, drejtor dhe zëvendëskryetari diçka e. Pra, ti vlen diçka edhe jo si një njeri në ofiqe shtetërore. Gjithsesi, jeta është gjithmonë një sfidë në çdo aspekt, varet shumë nga konteksti, varet shumë nga mundësitë që na afrohen gjithëve. Ky nuk është një vend që shquhet për mundësitë barabarta për të gjithë. Kështu që gjithsesi kjo që thash është relative. Ajo që më ka bërë përshtypje, nuk po them tani për keqja, për të qeshur, po është që ditën që kryeministri publikoi një Twitter për emërimin tim në postin që mbaj sot, u bëra papritur, pra njoha papritur të paktën ja 3 ministri. Që domethënë papritur kuptova që kisha 3.000 miq që nuk i njihja, por që ata më kishin mik prej 20, 30, 15 e më shumë vitesh. Edhe kjo ishte, domethënë, ky ishte një shok, po themi, i atij momenti të parë. Nuk ju tha fare zoti Rama që ka menduar kështu a pranon se ti? Jo.